Aktivisti shqiptaro-amerikan Geri Kokalari i është drejtuar drejtuesit të SPAK-ut Altin Dumani me një letër kur e ndit disa veprime të dyshimta dhe në dukje të qëllimshme nga autoritetet shqiptare gjatë kohës kur kryeministër ishte Sali Berisha, me synim mosbardhjen e vdekjes së Kosta Trebickës në 2008 pasi ekspozoi skandalin e një marrëveshje e armësh prej $300 milion mes kompanisë me bazë në Miami dhe qeverisë shqiptare në mashtrim të qeverisë amerikane. Kokalari nis letrën drejtuar SPAK, duke shprehur habin se si ky institucion nuk heton me prioritet korrupsionin nga lopant të Berishës, me përfshirje dhe të shkëlqen Berishës, që shkaktoi 26 viktima në Gërdec, por pretendimet ndaj kryebashkiakut Erion Veliaj me akuza për shpenzime të tepruara me kartë krediti. Aktivisti shqiptaro-amerikan thekson që vdekja e Kosta Trebickës ndodhi në rrethana të dyshimta, 6 muaj pasi ky i fundit denoncoi skemën e mashtrimit, ku i përfshir drejt për drejt ishte dhe Shkëlqen Berisha. Të plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.